Një fenomen jo i zakontë është regjistruar në një fshat të Kuçovës më datë 8 prill të këtij viti, ku banorët e zonës u tronditën nga një zhurmë e fortë e cila zgjati rreth 10 minuta. Pas kësaj zhurme, u gjet një copë akulli e madhe e rënë në tokë, e cila sipas vlerësimeve paraprake kishte një peshë që varionte nga 50 deri në 100 kg. Akulli ishte coptuar në disa pjesë për shkak të forcës së madhe me të cilën kishte rënë. Një prej copave të akullit, që kishte mbetur i pathërmuar, peshonte 10 kg dhe duket nga foto se si mbahet në duar nga një banor i fshatit. Sipas të dhënave që janë gjetur në internet dhe nga kërkimet paraprake, ky lloj fenomeni është jashtëzakonisht i rrallë dhe ka ndodhur vetëm rreth 100 herë në të gjithë botën. Në përpjekje për të kuptuar më shumë rreth këtij fenomeni, qytetari ka kontaktuar Institutin e Gjeologjisë në Shqipëri, por deri tani nuk ka marrë asnjë përgjigje. Por më tepër, ai është i bindur se bëhet fjalë për një megakryometeor, një fenomen atmosferik mjaft i rrallë që ndodh kur copa akulli të mëdha bien nga qielli dhe shpesh janë të lidhura me ndryshime të papritura të presionit atmosferik. Çfarë është megakryometeor? Megakryometeor është një fenomen natyror që ndodh kur copëza të mëdha akulli bien nga qielli, duke shkaktuar shpesh zhurma të forta. Ky fenomen është kaq i rrallë sa është regjistruar vetëm në rreth 100 raste në të gjithë botën dhe ndodh kryesisht në kushte të papritura atmosferike. Akulli që formohet është shumë i dendur dhe ka një madhësi që mund të variojë nga disa kilogram deri në disa qindra kilogram. Megakryometeorët janë shpesh të lidhura me krijimin e shirave të papritur dhe ndryshimeve të forta të presionit atmosferik, që krijojnë kushte të pazakonta për formimin e këtyre masave të akullit.